Përshëndetje miq. Po flas për synimet. Pyeta shumë persona me ata që bashkëpunoj, cili kanë vendosur synimin e tyre, dhe ajo që kam kuptuar është që shumica e tyre për shkak se vendosin një synim të gabuar, kuptohet që rezultati nuk është ai që ne kërkojmë. Sepse shpeshherë ajo që ti po ndjek mund të të çojë pikërisht atje ku ti nuk do. Imagjinoni për shembull dikush është duke dashur të shkojë në plazh. Dhe rruga që merr është ajo që e çon në mal. Tani, duke ndjekur rrugën e gabuar, pse mendon që do arrish rezultatin e dëshiruar? Dua të flas sot për ata persona dhe në përgjithësi që kanë plane në jetën e tyre, që janë të organizuar. Dhe ne mendojmë që është shumë mirë që të kesh një synim, të performosh, të fitosh më shumë, të marrësh një pozicion më të lartë, të mbash klientë, të mos humbasësh punën dhe vazhdojnë synimet tona. Po ajo që unë dua të theksoj sot është fillimi ka të bëjë me vendosjen e synimit, sepse jo çdo synim të çon drejt suksesit. Ajo që unë shikoj, disa synime të çojnë drejt lodhjes, disa drejt ankthit, shumë prej tyre drejt një burnouti të jashtëzakonshëm. Disa të bëjnë të humbasësh veten, ndërsa ti përpiqesh me çdo kusht të fitosh më shumë, të fitosh klientel, të fitosh çfarë ke vendosur në synimin tënd. Po dua të flas sot për 2 nga synimet më të gabuara që kam parë sot në tregun e punës. Sidomos tek duke i drejtuar CEO-ve, drejtuesit në përgjithësi, profesionistët e lirë, por edhe ata që janë stafe të larta. Synimi i gabuar për mua i pari është dua të bëj më shumë. Dhe është një fjali që duket si fantastike, dua të bëj më shumë. Më shumë shitje, më shumë klient, më shumë projekte, më shumë të ardhura, më shumë përgjegjësi, më shumë pushime. Dhe aty në tavolinat ku jemi ulur, shumica e njerëzve na duar të orkasin. Por pyetja ime është, a e ke kapacitetin njerëzor për atë që po kërkon të bësh? A je përgatitur apo i përgatitur aq sa duhet? Me qëllim që kjo të jetë sukses për ty. Sepse sot kemi një paradoks shumë të madh. Teknologjia e më shumë mundësi për të prodhuar, na jep më shumë shpejtësi. Digitalizimi na ka bërë që të jemi 24/7 të lidhur me diçka e cila mund të quajë punë para ca kohësh. Dhe njeriu vazhdon të ketë po 24 orë në ditë, të ketë vetëm një trup, të ketë një tru, të ketë një sistem emocional dhe një energji të kufizuar. Kështu kemi qenë, kështu jemi bërë. Ndryshimet e reja nuk ndryshojnë ne, nuk ndryshojnë dot biologjinë tonë. Gallup raporton se vetëm 20% e punonjësve në botë janë të angazhuar realisht në punën e tyre, ndërsa 40% raportojnë stres të madh të përjetuar gjatë ditës së mëparshme. Po të pyesësh menaxherët, domethënë ata të cilët menaxhojnë njerëz, kanë vartës, ky stres i raportuar për ditën e kaluar është 45%. Pra e mendoni dikë që vjen në punë në mëngjes dhe ditën e kaluar ka qenë me një super stres 45%. Në fakt, problemi nuk është si të bëj më shumë. Problemi duhet të jetë, a jam duke përdorur kapacitetin tim njerëzor në mënyrën e duhur? Pra nëse angazhimi që ti ke te puna jote është 20%, apo 40%, apo 60%, apo mendon që po përdor sa duhet atë që po bën, që kërkon të vendosësh një synim tjetër për të bërë më shumë? Mendo për një CEO për shembull. Synimi im këtë vit është që të rris kompanin 30%. 30% në çfarë? Mese. Shumë mirë. Po nëse për të bërë këtë do duhet të punosh ti 14 orë në ditë. Ti je gjithmonë online. Të mos kesh mundësinë të rritësh njerëz të tjerë, po vetëm të delegosh. Të marrësh çdo vendim vet. Të mos kesh kohë për familjen, të mos kesh kohë për trupin, për mendjen, për shpirtin. Atëherë pyetja ime është, ky synim që ti ke arritur për të rritur kompaninë me 30%, a të ka vlejtur? Me çfarë kostoje? Sepse unë nuk besoj që suksesi duhet matur vetëm me atë që prodhon. Duhet matet me çfarë njeriu po bësh ndërkohë që po prodhon. Dhe çfarë njeriu je për njerëzit rreth e rrotull, sigurisht për veten tënde të parin. Pra unë mendoj që në mënyrë të vazhdueshme në treg ne po shikojmë një kalim, një shift që kalohet nga e bazuar në performancë drejt e bazuar te njerëzorja dhe tek mirëqenia e përgjithshme. Pra, nuk mjafton ti thuash dikujt menaxho më mirë kohën. Realisht duhet pyesësh,
Ore, çfarë njeriu po bëhesh gjatë kësaj kohe? Apo e shijon këtë gjë? A ka vlerë kjo që po bën? A është një synim që të vlen ky ty? Prandaj unë mendoj që synimi duhet të jetë jo dua të bëj më shumë, por dua të krijoj më shumë kapacitet për atë gjë që ka më shumë rëndësi. Nëse do ta përktheja këtë në fjalorin tonë, në filozofinë tonë të kemi se do thoshja, dua të gjej cila është ajka e ajkës, my green of greens, të cilën do ta zhvilloj, do ta çoj në një shkallë të lartë, që të më jap kënaqësi sa herë që e bëj të kem produktivitet më të lartë. Sepse tani nuk synohet vetëm prodhimi apo çfarë nxjerrim outputi, por ne synojmë të gjithë të kemi fokusin e duhur, të kemi energjinë e duhur, të kemi qëndrueshmërinë në treg, të jemi të aftë të rrisim njerëz dhe jo të delegojmë dhe të hedhim sa detyra, si ca trasa të përdorura, si ca çanta të vjetra. Ne synojmë të kemi kufi të duhur, të kemi një qëndrueshmëri që quhet resilience në anglisht, po dhe aftësinë për të performuar gjatë, për të mos qenë me një vrap të shpejt në treg, po për të qenë atje për 10 vite më mbrapa. Dhe kjo do bëj që të ndryshoj koncepti nga të punuarit, synimi të punuar më shumë, në të punuarit më mençurisht. Nuk është një teori që nuk e din njerëzit, flasim në praktik, sa dhe si po e vendos synimin tënd të qartë. Një synim tjetër i gabuar që unë shikoj është duat mos humbas punën, mos humbas klientët. Shiko, kjo është shumë e fortë për kohën kur ne jetojmë sot. Duat mos humbas punën, ose duat mos humbas klientët, duat jemi pasvendësueshëm, dua që kompania të ketë nevojë për mua, dua që bosit mos ketë arsye të më largoj. Dhe këtu fillon një cikël shumë i rrezikshëm. Ti fillon të thuash po për çdo gjë. Punon dhe kur nuk ke energji, nuk vendos kufin, nuk rrit të tjerët rreth rrotull, po ju delegon si thash çanta të përdorura, të cilat prapë kur shkon tek tjetri është një çantë që derisa ta hap ai tjetri dhe gjithçka atje brenda, ka ikur një kohë shumë e rëndësishme për ty që është e lidhur me produktivitetin. Nuk kërkon atë që meriton më. Dhe realisht fillon të punosh për çdo klient, fillon të punosh për çdo punëdhënës, fillon të punosh për çdo bashkëpunëtor, nuk investon më në veten tënde sepse je super i zënë për të bërë më shumë, për të siguruar veten, duke mos vendosur kufij, dhe ndërkohë gjithë jeta profesionale ndërtohet rreth frikës për të mos humbur ato që ke. Por tregu po ndryshon. Ai po ndryshon mënyrën si punohet. Teknologjia po ndryshon rolet ku ne jemi. Kompanitë po riorganizohen dhe sipas sërish të dhënave të Gallup, një pjesë e konsiderueshme e punonjësve mendojnë se puna e tyre do të eliminohet nesër. A nuk është ende një strategji e mirë që të thuash si të bëhemi pasvendësueshëm këtu? Jo domosdoshmërisht, sepse kompanitë do të ndryshojnë, bosi mund të ndryshojë, teknologjia e sigurt që po ndryshon, klienti mund të largohet, tregu mund të ndryshojë. Atëherë, cili është një synim i zgjuar që ne mund të vëmë? Main goal që them tek libri Planifiko me Eliden. Pra, synimi i ri nuk është si të ruaj vendin tim të punës, po si të rris vlerën time në treg. Dhe ky është një ndryshim gjigant. Sepse kur synimi im apo joti është të ruaj vendin e punës, ti bëhesh mbrojtës, defensive. Po kur synimi im është të rris vlerën time, unë bëhem kurreshtare, filloj të mësoj, filloj të përshtatem, filloj të krijoj, filloj të mbaj, të ndërtoj marrëdhënie, filloj të zhvilloj aftësi të reja, filloj të bëhem e jashtëzakonshme në përdorimin e AI-t, por mbi të gjitha, forcoj atë që e bën njeriu të vlefshëm, sepse pikërisht këtu është diferencimi. Dhe unë besoj dhe ne jemi duke folur fort për në këtë kohë është made by humans, çdo gjë made by humans. Ajo do bëj diferencën. Pra, jo vetëm çfarë di të bësh ti, por çfarë sjell ti si njeri që teknologjia nuk e zvendëson dot lehtë. Këtu është ku ne do të futemi të punojmë, të zhvillojmë gjykimin, empatinë, leadershipin, besimin tek njerëzit. Është një gjetje e fundit e jashtëzakonshme për trust, për besimin. Se sa dhe si është që kjo do bëj diferencën më mbrapa në tregun e punës. Po duhet të zhvillojmë kreativitetin, marrëdhëniet me njerëzit, komunikimin, mirë kuptimin e njerëzve dhe aftësi për të marrë vendime në situata komplekse. Shpeshherë, një aftësi për të marrë vendim është çfarë synimi i vendos ti vetes.
Pra, mund t'i vendosësh synimin që dua të bëj më shumë, apo dua të ruaj vendin e punës, apo synimin si të bëhem më i vlefshëm në treg sot kur gjithmonë më shumë vendet e punës thuhet që do të ndryshojnë, që disa do zhduken. Ti si person çfarë bën për këtë? Do doja prap të jap një ushtrim për ata që do duan ta bëjnë. Merr një lapz dhe një letër dhe shkruaj: cili është synimi im profesional sot? Dhe pyet veten. Vur një timeline. Vur të thuash brenda një viti, brenda 6 muaj, brenda 3 muaj. Unë do të bëj këtë gjën dhe pyet veten për ato që fola më lart. Po të ndihmoj. Apo e ndjek të synim nga dëshira apo nga frika? Po e ndjek nga një vend bollëku apo po e ndjek nga një vend varfërie, frike? E dyta, çfarë më kushton, çfarë do më kushtoj ky synim që unë do vendos si njeri? Dhe e treta, nëse tregu ndryshon nesër, a do të kem prap vlerë me këto që unë kam vënë në synimin tim? Pra, unë do doja që të mendosh në çdo gjë duke vënë një synim që është human centric, që ne po vendosim njeriu në qendër. Dhe po e mbyll me këtë. Mos vendos vetëm synime që të çojnë larg. Vendos synime që të çojnë më larg, më mirë dhe më gjatë. Sepse nuk duaj që të arrish suksesin dhe pastaj të pyesësh çdo mbazit e veten, "Ore, pse jam kaq i lodhur, pse s'kam energji?" Nuk duaj që të mbash vendin e punës, por të mbasësh veten. Nuk duaj të kesh 20 klient më shumë, po mos kesh energji për asnjërin prej tyre. Nuk duaj që kompania të rritet dhe ti të zvogëlohesh si njeri. Prandaj herën tjetër kur vendos një synim, mos pyet vetëm çfarë dua të arri, por kush duhet të bëhem dhe çfarë kapaciteti duhet të ndërtoj që të arri këtë gjë pa humbur veten, sepse ky është për mua ndryshimi nga qendra tek performanca, tek ajo që bëjmë, në vendosjen si njeri në qendër të saj. Dhe ndoshta synimi i gabuar nuk është ai që të çon te rezultati. Ndoshta ai që të çon te rezultati mund të jetë ky synim, po të largon nga vetja. Miq, unë jam Elida dhe ky ishte një tjetër reflektim mbi synimet e gabuara të marra të shkëputura nga Kafet me Lidën. Nëse kjo të foli më shkruaj, cili është një nga synimet që ti ke. Të uroj gjithë bekimet e Perëndis. Miqësisht Elida.